Prokuroria heton Hysni Kucati, mori rrogë për 19 vite si sekretar shkolle pa shtuar në punë. Ku më pastaj i pandehuri përmes rrjetit social personal të tij në Facebook me emrin Ekrem Abdullahu kishte shkruar komente me fjalët: "Këtë derë duhet pushkatu, me që raste i dëmtuari ka shkaktuar frikë, ankth dhe pasiguri për jetën e tij." Jam fajtor, di vetëm fajtor, por kërkoj falje. A kuptoj se me pranimin e fajësisë ka dhe pasoja? Tash më çdo njëri do të ketë një pasojë si kjo. Nanë në babë, si e ke? Sadri, Nona që kam në nona jote? Shemsie, Shqiptar, shtetas i Republikës Kosovës? po, A je i martuar? po, Sot mi ke? 4, Çka keni të kryer për shkolle? klasë në 8, Je me profesion pensionist. Pension? pensionist, po. Çfarë gjë? Gjykatës themelore në Prishtinë, dera në Drenas, i parashtrojmë akt akuzë kundër të pandehurit Ekrem Abdullahu me të dhëna personale si në shkresat e lëndës. Sepse ekziston dyshimi bazuar mirëse me datë 03/06/2026 rreth orës 13:10 minuta, i pandehuri Ekrem Abdullahu përmes rrjetit social Facebook me qëllim të shkaktimit të frikësimit dhe ankthit, seriozisht e ka nos të dëmtuarin këtu Hysni Kucati në atë mënyrë që në një fanpage në rrjetin social Facebook me emrin Diaspora në krye ishte postuar një foto e të dëmtuarit me mbishkrimin: "Prokuroria heton Hysni Kucati, mori rrogë për 19 vite si sekretar shkolle pa shtuar në punë." Ku më pastaj i pandehuri përmes rrjetit social personal të tij në Facebook me emrin Ekrem Abdullahu kishte shkruar komente me fjalët: "Këtë derë duhet pushkatu, me që raste i dëmtuari ka shkaktuar frikë, ankth dhe pasiguri për jetën e tij." Me këtë ka kryer vepër penale, ka nosja nga në 181 paragrafi lidh kodit penal. E nin vetëm fajtor apo deklarohesh i pafajshëm? Jam fajtor, di vetëm fajtor, por kërkoj falje se jam kon shumë gjendje shqetësuese. Fajësi tash pritu pak, dhe që prit një pak. A kuptoj se me pranimin e fajësisë ka dhe pasoja? Ka dhe dënim. A ki të kjo? Po, A një duke po pranimin e fajësisë në mënyrë vullnetare? Vullnetarisht, a për pranon fajnë në mënyrë vullnetare? Vullnetarisht, a e t'jo pranon fajnë? po, Edhe nuk është ndaj rezultati përdërimit ndaj force, kërcënimeve apo premtimeve. Në mënyrë vullnetare për pranon fajnë, është ashtu? A i du kuptu? I akuzuari e ka pranu fajsin, Pse? ky fakt nuk mund ta minimizoj rrezikshmërinë e kësaj vepre penale, kur kemi parasysh autoritetin e Zotit Kucati, i cili përfaqëson institucionin më të rëndësishëm mbi bazën e cilit funksionon edhe vetë Republika e Kosovës. Pranimi i fajësisë mund të konsiderohet si rrethon lehtësuese, por nuk mund të zbej peshën e kërcënimit për mbajtjen e tij dhe pasojat që i ka shkaktuar te secili veteran i ushtrisë lirimtare të Kosovës, tek familjarët e tani dëmtuarit Zotit Kucati dhe të qytetarëve tjerë të Republikës të Kosovës, të cilët kanë respekt dhe e nderojnë
luftën dhe kontributin e secilit që sot ju vetëm Zoti Ekrem Abdullahu, për të gjithë qytetarët e Republikës të Kosovës të mund të shprehin lirshëm mendimin e tyre dhe bindjet e tyre por ju nuk kanë të drejtë të fyjnë, të kanosin dhe të denigrojnë kontributin e Zotit Gocati dhe as kujt tjetër që ka dhënë për çlirimin e vendit. Faleminderit pasojë bimë mediave që keni gjetë ka dëshpëri që sot vjen ndër nas për Prishtinë, këtë sonë që isha bashkë me advokatin, ju e patë dhe vetë profesorin i cili mu ka kërcënuar dhe më fyn, po edhe më thotë që unë e marr pak që 19 vite pa punë fare në shkollë. Kjo që është pa vërtet, është pa qëndrueshme. Unë jam në drejtësisë këtë rast, edhe drejtësia do të merret me këtë personin. Ky është i parë, do thotë unë kam ngritur shumë padi të tjera padi që në ditët vjen tashëntarët apo Gjermania, apo Austria, apo vende ndryshme, sepse kam fyer shtinë që ndarë Kosovës edhe mua si person vetë as sekretari veteranëve si invalid lufte. Kështu që kjo unë isha po ftis çdo veteran apo çdo invalidi, ata që të ndi vetën të fym, ata persona të cilët qyme në shantazhu dhe me shaj lutë bojmë padi, nuk kem nevojë në zvetit fjallosëm, po të bojmë padi si cili veteran apo si cila familje dhe shmojët dhe invalidit të bojmë padi dhe ne kemi litu për drejtësia dhe drejtësia është e cila dhe të vetë vend kërësana. Shqy që s'ka ma shumë që shtoj, është advokati që është ngarkum Halim Shala, për gjithë tjerët padi që këmoj këmë përmes Halimi une, unë kam bo padi edhe në Zvicër, kjo njëftoj, kam bo në Gjermanin Dortmund. Njën është nga Skanderaj, tjetër është nga Malisela, fshatit Bupavec, kështu që kam bo padi edhe për ata dy personat. Me ato në Gjermani kam informacion se që kanë ka policia gjermane, kura akseroj nuk e di, a i do dje këtu, kështu që presë me ato sa ma shpejt po ato dhe më sharu, qëka e ku mbone, kuj kom ata tokë, pasunin 300 hektar tokë, edhe punën në shkollë, së unë ose vërdet, kam qenë burg në Hagë, 3 vjetë disa muj, ju e dini, edhe unë e fanderoj komunë në Skanderaj, i fanderoj gjitha që të kanë dimu, që të nga dimu, kjo është arsyeja tash ky zot një e patë dhe ju mund vjen keq, një burri më shumë, shkruan në Facebook, shan, në fyn, edhe thotë që më duhet me bushkatu. Sot jam gjallë, fatësisht, kam familje edhe unë, kem familje të ngushtë sikur gjithë ju që keni familje, familja se kanë ndi vetëm shumë mirë dhe fond, jam kujtoj veteranëve, nuk duhet ta thej integritetin tim. Zot leje kërkon që të merret me integritetin tim. Sepse dhe ne që jemi njerëz e kemi një pasuri kaluar më të mirë me saj. Kështu që ne nuk do të them tash mas çdo njëri do të ketë një pasojë si kjo.